në zemër të Kosovës, në fshatin Mollopolc të Shtimës. Më 26 gusht të vitit 1939, lindi një njeri që jetën do ta kthente në betim për liri. Ky është rrëfimi i Sadik Mujotës, një burri, një babai dhe një luftetari që nuk u tërhoq kurrë përballë padrejtësisë. Mësimet e para Sadiku i mori në mejtepin e fshatit, ndërsa 8 vjeçarin e kreu pas luftës së dytë botërore në shkollën e fshatit Petrov. Si familje që ndrojmë jashtëzakonisht mirë në shtyllat kryesore të historisë të vendit. Familje bujare, familje bugdhënëse, familje e besës, dhe një familje që nuk e ka nënshtruar në asnjë rrethon armikut. Në kohën e dikurshme, kolonizatorët malazjes nuk u duruan nga familja jonë, u rezistua. Madje është histori që ka mbetur jo vetëm për praun, po edhe për historinë tonë të shkruar e të pashkruar, se rezistenca e tillë ka treguar që si familje dhe si individ, gjyshkët tanë, baballarët tanë, me mënyrën e vetë kanë rezistu në mënyrën më të mirë të mundshme. Ajo rezistencë është e regjistruar dhe e mbetur në kujtesën e njerëzve tanë, po me gjatë se ka mbajt mend edhe okupatore. Me qëllim për ta ndihmuar familjen, Sadiku mori rrugën e mërgimit, por dhe atje mendja dhe zemra e tij mbetën në Kosovë. Në ilegalitet, vëllezërit Mujota mbanin lidhje me dajën e tyre, Sulejman Qeriqin nga fshati Krojmir. Me Sadikin, për më njoftën për çështje kontore, më njoftën më shumë të në Zvicër. Kom punu në pak dhe vite atje, edhe vitin 89, kemi punu bashk, edhe mas një kohë, janë ardhen një 3 djemë kanë lypën 3% në gjdo kona din që ja lypën për Zvicër, në Gjermania, në tonë për ndem. Tha te, tha, shka do me dhonë, tha, për Kosovë. Tha unë, tha, japë, tha, jetën, tha, për Kosovë. Shpirtin e japë, tha që të sanë zdisha, tha, për 100 franca, tha, s'ka problem. Me 30 dhjetor jemi orë për Zvicër si mi orë, edhe pika dzej, Sadikit, thash Sadik, thash unë, thash unë që më nalë për qef. Thash po grupe tona pak janë likshtu, thash jem të punu dhe shka për Kosovë. Sadikit, thash shka për Kosovë, tha, kur tha me shka në Zvicër. Tha unë edhe shajipje, tha keme të mojtë, tha ty, tha, me miell, me qaj, me shiqer, me tesha, me keta, kur, tha gollën s'ki me pas për atë punë. Në të dytën kemi pas një problem me Serb, Magurës stacionin. Me gjurën edhe veç që së vrojta nërë me veti. Edhe ka ardhë këtyne nipa haberi që doja dhe shka ka bon fjallë me policinë. Në mëromje, ka ardhen Ragipi, Shosha, edhe se di ku shakon, Shajipi u kishë pason qëra, hesni një doje kena, kap një orë me të qënja, edhe në orë drejt e të une. Por e pronën të armatimin, atëherë në dërë sukon me ardhen një brigod njerëz, ashtu jeshë puna. Vitit 1992, kur në kanë morë, në kanë qunë sub të Ferizojt, në kanë thirën në bisede informative, edhe aty kur kanë filluar, mu më rejhë mu shkit, aje nuk mujti qaq prej shpirti që s'mujti mi bojt maltretimet e mija, i mshej deres me shkelju me dhe hini ju tha shkive që gjdo sen që do të me prenu, tha e prenoj unë, këtë tha do të më djeru të pikë. Këtu më hujtë edhe më kanë kop shkit, më kanë qitë zhag. Jashtë e kanë shti basin Sadik. Aty, unë e kumë një shpirët jam e di so ka hjekaj me ta, edhe nuk u dërzuën, njerë ka shku drejë dhe u rëk me ta, garantus se kumë popo zonin e kumë një aty që i ka sjellë edhe dikuj, se kur e qëtën ma përshesh se muë, edhe na liru na qëtën jashtë. Po se ka zbardita, ka një ekspedit shumë e organizume policore, dikun rrëth në 50-60 policë, dhe nga ona poshtme ka qenë e pamundshme të futemi në oborin e basit Mustaf për ta në ndihmë,
Edhe nga ona e për me jemi taku me Basin Sadik, me Shaipin dhe Fadilin, sa më kujtohet. Edhe më kërkoj Basin Sadik që të mos ngutemi të hymë të jetën kohë në Obor. Kemi hymë brenda Oborit, natyrisht ka qenë një gjendje shumë e tensionume, dhe njohja që e kishte Basin Sadik për atë që udhëheshte ekspeditin policore, një polis i quajtur Stojan, atë ju ka drejtu me shumë vendosmëri. Në momenti që ka orë Basin Sadik, aty u acaru gjendja dhe ma shumë me shki, se ju drejtu Stojoni, u konë veti 16, 17, aty ju drejtu Stojoni, tha Sadik, shka ke hinë, tha ti në këtë bërë, shka ka orë këtë bërë. Basin Sadik me një zonë shumë të madhë, dhe Stojan shkavi, tha unë jem në bërë tempo, ty ja shojti me nëone, me shka kohë, tha, ti tha se ki Ivani këtu, tha ti i këtha për këtu ujtë mës t'i shës sëtë. Edhe kër e ka postë, edhe ju afru, Basin Sadik ju afru një lisit, e ditë sak që e ka posë Altin me veti, se jena konë të organizun, edhe aty ka posë mi avë shkrep, mës mi edhon hiq afat, kër e ka posë të joni ju dredhë, kështu automatin dërë, po juve së të jonit, po që aty jenë konë për mi 60 në bërë, ata jenë konë 63, trishtun, edhe kanë dolje së kur qatë, kanë dolje jashtë. Dolem sukses shumë të falenderu, dhe më thonë, edhe qëndrueshmërisë, vendosmërisë, po pse jo dhe guximit në këtë moment edhe Basin Sadik. Janë periuda shumë të hershme kur jam njoft me Sadikun, e në veçanti më kujtohet pjesa e veprimtarisë time në kuadër Televizit Popullore të Kosovës dhe qëndrimi im në formë të msheft në Mullapol, ku kam qëndru të Ahmet Mujota, dhe ku kam kontaktu me familjar tjerë muja, edhe me Sadikun, edhe me Shaipin, mësusin. Dhe prej atëherë njihemi me Sadikun, e në veçanti pas periudhës daljes nga burgu, kur mësusi është maltretu, kur shumë të është torturu, pas incizimet daljes pritjes time. Dhe nuk e ka dorëzu incizimin, por ne ka dorëzu pastaj familjes ma vonë. Prej asaj periudhe jam lidhur bukur ngusht me mujat e Mullapolsit. Familjarët tanë, prind tanë, janë maltretu randë, deri afër buzë vdekjes, po nuk i kanë dorëzu dhe nuk i kanë zbulu njerëzit cilët i kanë mbajtur në konakun e vetë. Kjo sikur i ka kalit gjithë gjeneratën e më vonshme që duhet të jetohet nga ndjersa, nga puna, po të mos i nënshtrohen asnjëherë armikut. E thanë, hajde se ka unë Sadik më juta. Shkova, hina mranë, u përshëndetëm, dhe tonë i shkonë me djallën e vetë, me këtë njazijën. Edhe u morëm rëkë me tonë, ullëm nëtë. Tha dhe e sylë, tha ta këmë prunë, tha një bakshesh. Edhe në ty besëm ka shku menja kërë. Tha është përhaj kuët. Tha dhe s'pat ka të gjëjhesh, ta qëtë qelësin, ta quë të njëzi, e shka. Në kërë, tha e ki bakshishin. E jemi shku në kërë, ka qenë njëzija, qyre, i shkons në pirka, fin dhe këri. Austriake, tha është bakshish e mirë, tash, o vallaj ketë kësuve në malon, Sadik, e jemi në rëk me tanë, tha qëre, nga po shojrin, tha dhe sholla sa herët gjushta nuk dështon të plumi. Me zgjerimin e luftës, Sadiku, birë dhe vëllezërit e tij, ju bashkuan ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas kushtrimit të komandantit legjendar Adem Jashari, shumë djemë dhe vajza ju përgjigjen kushtrimit për shtirimin e dheut. Në mesin e tyne vargut të gjatë nga familja Mujota, ju bashkan gjithë edhe Sadiku, Sadik Mujota. Ishte më i moshuari nga ta. Po ta fatin dhe nderin që një pjesë të luftës së lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës të kaloj bashkë me Sadikun. Sadiku ishte i shtyrë në mosh, por zemrën, fuqin dhe edhe dashurin e kishte barabar me të gjithë të rinjë të tjerë. Ku e gjithë populli ishte syt nga familja e Shari, u morë vendim në familjen tonë që të gjithë ato të cilët ishin të përgatitën fizikisht, por edhe psikikisht, të ju bashkangjitën luftës. Edhe unë
Një bashkangjitë Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, bashku shkova në pikën e Roncës, ku ishte baboj, vllai Fadili, Cubi, Rifati e shumë tjerë, dhe vazhduam rrugën krah për krah. Koha e luftës në Kosovë, në secilin hapësirë i ka specifikat e veta, po edhe kjo jona i ka rrethonat e veta të veçanta. Unë jam mirënjohës dhe respektoj gjithë djemë e vajza që kanë bërë organizim të shkëlqyshëm në rrethona jo të lehta, e kanë dëshmuar me pjesëmarrjen në betejë të shumta nëpër Kosovë, që nga momenti i kushtrimit për lirinë, që nga momenti kur rruga pa kthim për lirinë e Kosovës u përcaktuar në prekaz, njerëzit tanë ishin gatshëm që të përgjigjen në çdo kohë dhe në çdo rrethon dhe në momentin e duhur dhe në vendin e duhur. Në pamjen e parë të fizionomisë së Sadikut reflektonte një fizionomi animalsori i një njeri të formuar, ndonë se kujtoj kishte të mbaruar vetëm shkollën fillore, po kishte një përgatitje politike dhe adhetare të mjaftueshme. Dhe më vonë kuptova se ajo ndjen kombëtare është ngritë dhe është formsuar në një familje kundërshtare përhershme e robërisë, kundërshtare përhershme e regjimeve antipopullore. Dhe sigurisht se opinioni e din për qëndresën e familjes, babait e tij, gjyshit e të tjerëve dhe luftimet që kanë pas dhe përballjet me forcat serbe. Pastaj edhe folklorin e kullin e tyre, gjitha këto kishin ndikuar që të krijohej një personalitet me të vërtetë i prekupuar për çështjen e veut. Lufta e ushtrisë qëndrore të Kosovës ka qenë e bazuar dhe e imponuar nga okupatori shekullor serbo-jugoslav. Ka qenë luftë vullnetare të cilës ju kanë bashkangjitur burrat, djemt dhe voshat më të devotshme të kombit. Në këtë luftë së bashku me vllaun e tij Rifat Mujotën dhe djemt e tij shumë trima dhe disa prej kushtereve u bashkangjit edhe luftari i madh i zonës operative të Neredimës, Sadik Mujota. Veç lufta u posë skandalën, veç atëherë lufta filloi edhe frontalisht. Krahas angazhimit që kemi pasur në Drenicë, në Pushneke, në të pjesë tjera, kemi pasur nevojshme që organizimin të filloj edhe këtë rajonin tonë. Sepse kishte pasur njerëz të gatshëm, mirë po jo organizim të mirëfillt tamam. Është pas takimit me Isakin, komandant Qerqizin, ne krahas luftës atje që e bëshëm edhe organizimit në pjesët e Drenicës, ne filluam të mendonim se si ta bëjmë organizimin edhe këto në të rajonin tonë, të komunën e Shtimës, këtë pjesën tonë konkretisht, Rons, Petru, Mullopol, Sreçak. Dhe Sadik, nuk ka orë të na më registru, me thonë sigur shumica tjerve, me thonë shkru ma emnin, du më bo shtarë, po atonve që kërë këmë pornë me orë, u angazhu vetë u angazhu për beteja, veç kërë kemi po me ormë, dhe të manë si ushtarë. U dojnë me fshati Reçak dhe Petru, një rreth dhe fshati Mullapolt, ku erdhëm të shtëpia duke kthyer ekonominë familjare, e cila ishte shkërmuar. Jo vetëm e junja, po e gjithë lagja Mujota, një pjesë e fshatit Mullapolt, nuk ju dhimbs asë një fije floku dhe gjithë ekonomia familjare për pasunia për mundi ti të cilën e shëndërtu me vllazëri e djemet gjitha, ishte një rast i veçantë që ai ka qenë shumë i lidhur me kafsh, ka punu me kuajën e ase, kur dolëm në të borin tjetër i gjetë dy kuajt e tij të vram, njërin e kapi për jela dhe tha balash birë, për ti që i ke ban, dhe ja pash për herë të parë lët në sytë e tij. O Gjajm Halili, tha basa, ti tha për shka të ka vra, tha, fëllë, tha, e tha thonë, kde gazë dhe materina. Edhe aty u thymë në të një pak, edhe një busqeshe, paka shumë se u mërzit fort, ku i pa kuajtë të rronë, shtu që për herë të parë, këm po lëtë në sytë e ti, në atë moment kur i ka gjetë e vranë. Bashkëluftëtarët e thërrisnin Malësori, një emër që i shkonte për shtatë.
Po aja që ka në ka bo për shtypje dhe që e mbaj mend edhe sot e kësaj dite, Sadiku në moshën e vetë ka shpërfaq një malësor ki pik shqiptar që për kundër moshës ti, a i ka pas vullnetin që tu prej djemve në aksion në tila. Për disa ditë sa kemi qëndru në Rac, që të gjithë ne kemi pas dëshirën e madhe që të rrimë me Basin Sadik, edhe nga se ta ishih një moral, vullnet, dëshirë me luftu armikun. Edhe gjenim gjithmonë atë përkrahjen e jashtëzakonshme që aje bartet e 3 dhe të 3 të cilat ishin në fshatin Rac. Edhe pak ka qenë për neve një farë brengje se Vestrit po angazhohen. Mirë po me ardhin e Basin Sadik edhe Algjasmej, Mehmet Mustafa, Sadik Mujota, dhe të kanë qenë ushtarët me mosh në atë kohë 60 vjetë, ndoshta i kanë pas 60, dikun ka 60 vjetë. Ajo ka dhënë shumë vullnet edhe moral shumë fort ushtarëve, se kur një 60 vjeçar është në gjendje me dalë vit frontit, me ba dhe aksione, ai reve move që ka një vetin shumë atë fort. Për kundër moshës që ka pas, dallim me neve, ai ishte një figurë gjigante. Ishte një burë me një pamje që vërtet në çdo aspekt, në çdo moment na dhon neve një motiv shtesë. E në veçanti në betejë dhe në vijat e frontit kur kishte luftime, ai ishte një njeri që dike me orientu gjërat në aspektin më të mirë të mundshëm duhur. Zanj kjo Koraja njeri u i fort tepër, ai s'ka pas te ai. Njeri me konë këtë, tot që i baj ka zganë, se ata 18 vjetë a i zdike dhe shka në lufta. Ai qashtu ka posën edhe fizionomien, mosteqet, sandet, gjyksit, dalke shlirë, dalke i se kish gojë. Më 28 shtator të vitit 1998, forcat policore sërbe vendosën pi kontrolli në Petrov. Ishte një kërcënimi drejt për drejt për ushtrinë shërimtar të Kosovës. Sadik Mujota dhe bashkëluftëtarët e tij përgatitën një sulm të befasishëm. Sadiku së bashku me një pjesë të ushtarëve e kanë kryer një aksion në shtëpinë e Veli Shumarit në Petrov, në një vend ku ishin pozicionuar policia sërbe. Ishte ofanziva e Jezersit me 27, 28, 29 shtator, ku një ushtri bukur e madhe, mund të them ndoshta në nivelin e batalionit, dislokohet në fshatin Petrov tek Kodra Mullinit, dhe një pjesë e tyre dislokohen në shtëpinë e Veli Hysejnait, pylltar në atë kohë. Në atë rast kur në Beograd ishte thirrë kuvendit gjithë sërb për festimin, respektivisht manifestimin e shkatrimit të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Jo mi ikën mes mije me ketë përrek për pjetë, ku zatetan ata ushtarët, thanë, ka heni të ikë, po ikëm se në hi shkitë. Në Petrov që 2 dita 3 janë hi, që atje të i kollë shpijat edhe të ikë për pjetë. Ketë poplë janë të ikë. Po akina i traktorra dhe shka me shku në Rancë, e mi u bon zonë ushtrijës, valloj s'kam veç një kolli e kam, që ata përqoj një djallë në t'ju bon zonë. Ka orë lojmi atje si në konë në shtabin e Rancës, ka orë lojmi pej Luzhakit, djalli Regjepit, me kollit Koçkar, në kanë njëftu se kanë hip shkijet aty dhe 2 ushtarë të në gjesë se i kanë zanë aty, në të shpija Veli Shumarit. Atëherë unë s'kom ezistu, për njëherë i gjimë shku e kom marë të amiqin, o konë para furës bukës, edhe e kom dhejës të amiqin edhe e kom prunë të rruja. Kër e kom prunë të rruja aty, Basin Sadik orën, për njëherë ka hypë në të amiq. Edhe një grupë djemë janë orën. Jam hypë edhe me ta, a i ka hypë për para me beqen, me një farë kamionete, jam hypë edhe me ta, po shkyllan Petrov se kanë hinë shkit. Kër i në mërinë të Baroka Luzhakit, aty e kena gjithë Basin Regjep. Edhe aty e kena lanë të amiqin, në prezencën e Basit Rejsh të Baroka Luzhakit. Edhe kena fillu për rrugë e të ura, kër i në shku një pjesë e urës aty, i ka ofër aty një 200 metra largë, prej venit në Gjarës, ku janë konë stacion aty sërbët. Ishin konë të vendas të pozicionu në sërbët. Jena ka pozicionu edhe neve Basin Sadik, dhe ma nej dhe këte e këna qitë si gardë dhe këna bon si patë kë për ta, edhe kena prit në heshtje, në pozicione. Edhe në Basin Sadik,
ma ban me dorë, hajde, shkum të gardhi, e këna dollë para dyreve të velijës. Atëherë unë s'këm kuzu me këshy mrapa heq, kërë këm rritë e gardhi, e i këm pa shkijet që janë stabilizu, ishin kanë në rinjë të natën të volina, të hamër të pi. Për mi 10 metra i shkon të volina gata atë që se po ke abër ish lishëm, vesh gardhin në dajke. Aty për mi 5 metra, 10 metra nuk i ka aftësirë që janë kanë largë me e atë. Edhe të ashti, po këshyri për ushtarë, për mrapa, ko këshyri ushtarë të kejti shinarë mrapa mas meje, po s'këm kudzumi këshyru nëse këm ditë që janë atje, me adhëm signalin për mbarë. Edhe dul një personën, tha ku e të shku, thash jem të shku mi dalë ndim së dek mujotës, të shpia e qujtur shpia e veli shumarit. Aty, posh gjithë ushtarët që janë mirë edhe thash, a e një në regull, atëherë ku më piskat serbë, dërzën e thash se s'kini ku me shku. Po ta një armë 7.9 Gulinov, gjësëm Gulinov, qështë dhe të qujmë. Me atë mundësin teme kam kontribu sa ku mujtë. U afubat së dik të gardhi, në qështë të burit të, i ka hirë 2 bomba dorës. Aty këm po për hirë të parë, eksplodimin e bombës ka që të më zia dhe kështë me madhe. Edhe ka biskat, i kemi shaj, kemi shpesoj të kemi ba ato të në vend të në shau të nduft, sa ta e ka në kupus. Me direktivat dhe me sugjerimin e Sadik Mujotës, duke i pa një pjesë e policëve serb që futen në një depo apo në një farë hangari, porosit luftarin e Raqakut Beqirin, i cili ishte me mërtoj 500 që në dorë. Atëherë kom sëlmu me mërtoj 500 për e janë. Edhe mas pak kohë, ardhi Ibrahim Delia, me Kalçukin ardhë, me djallin e Bast Sadik të vogrin, ardhë, me Gulinov 7.9. Edhe i kanë sërmu për një gara atë. Unë nesë lufta atë, që kënë janë një orë. Edhe u tjenë këthyjen, i këmë pritë të barokat atje, apështot bresa po. Mirë të kënë apështu veç, po shka kishë posa, valla sa qinë unë sa e kemi qështu, sa ishin kënë të hongër, të pida të... Flitë kënë për media se Serbia dënë me mbyllë luftën, dënë me shpallë parlamentin e Serbisë atje se i kemi shkatru terrorizmin, i kemi shkel gjitha pjesë ku ka qenë që këja. Kjo është një fakt që me aksionin e këtyne djembe të rasës në kuadrë të atyne ishte dhe Sadike, një prej luftarakve, u dëshmu se ushtëria shkrimtare nuk ishte e shkatru me paja veprante. Aktivitetit tila ka pasë dhe në zonën operative të Lapit, ndërkaq për të vërtetu shkatrimin e ushtërisë shkrimtare të Kosovës, 2 përfaqësues të unë për defit në atëherë, të akredituam në Shkup, ishin ardhur drejt një zërs për me pa shkatrimin e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, dhe ndërkohë unë kam pas rastin me bisedu me ta në Petrov dhe me i kthy prap, me shku me vërtetu që ushtëria shkrimtare e Kosovës nuk ishte e shkatruar, por kishte bën vetëm një tërhiqje një zërs. Aty u kallëzu shumë trem, i vendosur Basadik në kamp, edhe gjujke, edhe ku i ka hel bombat, aty këm po për herë parë. Kapuqin e bardh, hjeshia e tina, si person, u kënë shumë i mirë. Se ta jep ke atë dëshirën për me luftu edhe ma shumë, me mbrojt pragin e shpis, me mbrojt vlerat tona kombëtare, ta mund si një njeri që shdet me ka. Së mos Basadik ka qenë edhe ordin luftarak e ka njëft. Dhe ordin luftarak opose e ka njëft. Jo vetëm ushtari thjesht, me thonë. Kanë bërë shumë viktima atë. Edhe bas aksionit, unë jem zaten në Lëzhak me Basin Sadik. Edhe kanë një cigare, për thëmë që shka lutë, tha, ka dhe tha dhe një, tha për meje, tha ti që tash se unë, tha e ku më dzirë, tha hakin tënë edhe temin, tha që në kanë rejtë 92, një më të shfry, tha ty mës tjetë barak edhe mos më ishme shkrep, tha asë një fishek, tha unë e ku më dzirë hakin tënë edhe temin, tha të shpija vedijes. Nesrit atë të saba, një dromë i shkonën edhe i ngreshin do lastikat zi.
E veç i këqysh në unë edhe një dy pizgavera ishin konë në gjote ishin konë, e ngreshen ishin drama aty, fake, dikon të 20 qasi lastika i kom një. Njësiti jonë, nga Ronca, tërhiqet me përfundimin e betejës, tërhiqet vjen në shtabin e Roncës, pa as një humbje, pa as një plages, shnjësh e si është më mirë. Sadiku bashkë me shokët, kur është këthyë në shtabin e Roncës, entuziazmin të cilin e tregoj për suksesin e betejës, suksesin e aksionit në fakt që kishin ndërmarrë, ai erdhë si një luftar i madh. Largoi teshat, kishte gjyksorën me vete, hodhej pushkën me një vend, tha unë kam marrë hakun tem për krejt gjithë shka që kam kanë bo serbet mu dhe familjes teme deri tash. Dërgoj një mesazh të jashtëzakonshëm të mobilizimit tek gjithë ata luftarë që ishin aty. Gjithherë kam mendje, dëshmojnë Sadik Mujota si atë luftarin gjinin në filmin e Skënderbeut dhe në historinë e Skënderbeut që kemi mësuar. Atëherë në ristrukturim, Sadiku do të vendoset me kërkesën e tij në kompaninë e Reqakut. Aty ka pas edhe shokun e tij të fëmijërisë, ka pas Mehmeti, me të cilën ka vepruar në luftën shërimtare. Unë kujtoj edhe ofanziven të 98-ës, kur Sadiku ka qenë shumë aktiv dhe merr pjesë edhe në aksionet në veçanti të ura e Pashës, nëse nuk gaboj, në largimin e forcave serbe që ishin pengjes bukur e madhe në qarkullimin e njësiteve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Përgjithësi të këtyre dy skuadrave, në veçanti dua të theksoj komandantin asaj skuadre, Nebih Muslion, që bashkë me Sadik Mujotën, Mehmet Mustafën, Njazim Mujotën dhe disa të tjerë që nuk po më kujtohen me emra, të shkojnë dhe të vendosen të ura Pashës. Kam kërkuar nga ta që edhe në rast se vinë forcat serbe, mos t'i sulmojnë, mos t'i pengojnë, po t'i lënë të lirë që të futen edhe të vinë deri në Petrovë. Kështu edhe ka ndodhur. Forcat serbe janë ardhur deri te ura Petrovës, aty janë zbarku. Kur vjen ai veçgusi aty, është si Muslio, o konë në pikë atje në Gorin. Edhe vjen ai bjen alarmin ai neve. Dhe edhe na quhëm, kur këna një ashtu e këna ozat gjithë. Se ata shkit kishin pasin Petrovë, ta kanë mbetë këtu në Gorin, ta veç që kanë veçgu. Edhe këtu kur këna shku në ata një këna ozat, kur këna dole aty, kur lujnë me futbal aty në fushë Mollinit tëjna, aty komandon të ju konë qupa në atku, i caktoj ke krejtë. Shena konën, tak me thonë në atku konën, alo, edhe se pikë. Ata të parët kanë shty me armë, edhe pas tyne kanë filluar të shtënat e armëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në këtë betejë që mund të them një nga betejat më të suksesshme të ushtrisë shërimtare të Kosovës në komunën e Shtimës. Ku jemi dolën se fushës, aty i kemi po shkit. I kemi po shkit aty dhe aty i këshim nolën në Zmedini, në Shtagji u konë atërë, po tash ka vdikaj. Edhe e kemi po me këshim nolë me traktar. Traktorin ata tash të e morë pytje shka këtejna, kërë këna po ato, i po më shkit, po foti ju në që me konën, autoblindat ishin ose me 3 u konë, një autoblind, një pizgaver edhe një këse kjerë tjetër, po i blindun, 3. Edhe i këshin lonë kënejna, se kushe të Petrovën, i këshin lonë kënejna rejkës, i këshin lonë kënej urës, 3. Ata ishin dole atina në atë fara ku është aja fara hapsina, bilen atë ku, në atë ne i gjishkon në atë tjetër pjesë. Edhe na ku i këna dolen, i këna po, këta i këshin batë lonë, edhe na i zonon premen, pozicion të keqë, ata ta më smyshin me livrit. Edhe aty ja këna cubë mo që u konë, i shumë u konë, që me konë i golqy, shumë i këmë o cubë, këna zonë me një lunë, që aty s'ka po të pozicionin. Këna o vab, dhe ti këna dhonë, po pa i se ka prit me të porën, e ka gju me sniper. Dhamë në tonë, tani unë e kom prit kënina me kalash, ata kur kanë bon 1-2, kajtë kanë ro për tukë. Jemi pozicionu, unë e kam qenë në urën e Pashës, pizgaveri i tyne dikun me 10-15 policë ka ardhë, mbi kokën time, mbi urë Pashës ka kalu, edhe është ndalë, fatëbarsisht, është ndalë në rrugë kryqin kryesor të punë për nërqak, rruga kryesor e fshatit, aty
e kanë qelë Prizgaverin, janë dalë disa policë, një 3-4 policë, me radiot e tyne, janë mundu sigurisht me marrë lidhje me një sitin e blokum që e kishin Petrov nga komandant Qiupa me ushtarë. Kena mojtën ata rreth një uarve qashtu. I kena mojtën po e qitë ka gjushin ata, po na foka junë që tash e ka posën këthymjen pak cepin, kur e qitë ke kryt na gjushëm në vend, si laj shumë as me divrit ata. Ata na qeshin rafal me mitrales gjushin, po na gjushin ofër se që përthe i rajke si kesh me gjumë me njëve, rafolat na ashin, po na ashin ju bashk, se na s'kishon pozicion, na ishëm lu. Bile kur këna qitën, kur na nolën njëherë, veç që këna rejt dorët me to ding me kryen a rrugën, që shtu me duar për mi që shuj se mirë o puna edhe po veshgëjmë na. Kemi sulmu me gjitha forcat, me gjitha mundësit që i kishmi, kemi bo një sulm të rret ku forcat serbe, njësiti serb, sigurisht ka qenë njësi speciale, është befasu edhe nuk e ditke as nga po i del zjarri, nga po i vje zjarri. Një ure gjysë, ata i kanë mojtën aty, kanë disht me dek pitut edhe se mos s'ken kongjendje dhe me luftu ata. Gjatë tërhekjes nga ura Petrovës deri në shtime, ata kanë hasë edhe në 2 rezistenca tjera të fuqishme që pjesë e këtij operacioni ka qenë edhe Sadik Mujota. Basi Sadik Mujota, në vijën e frontit pikrisht këtu, të varrezat e Azem Hajdarve në Petrov, ku e kishme përgjellë këtë pikë që ishtë pikë mjaft strategjike e asoj kohës, ku ishme mbrojtje të fshatit Petrov, rrugës të qëmë për Mullapolc, edhe që lidhet me fshatin në Reçak. Kështu që Sadik Mujota, në atë betej, në atë moment, ka qenë luftari ma këq, ka qenë strategu maj malë, ka qenë trimi maj malë, ka bon luft të lahtarshme aty. Në vijat frontit të kesh në krah, nivelin e trimit si që ka qenë Sadik Mujota, ka qenë krenari, ka qenë privilegj, ka qenë krenari e madhe për neve, duke na dhenë moral, duke na këshillu, duke na organizu. Pjesën më të madhe të kohës që kemi kalu me Bacin Sadik është kjo këtu, e në ndër ato kryesort që ka qenë i pandashëm me mu Bacin Sadik, ka qenë këtu. Këtë vend këta barë pikrisht të mbrapa, kjo shtëpi ka qenë 2 katëshe, 2 dhoma poshtë dhe 2 dhoma nalt, ku ka qenë kuzhina dhe furra e bukës. Mbrapa shtëpisë ka qenë një derë e dronit, ku pra derë dronit në rast alarmi, luftëtar të liris, ushtarët, më lëshu në kanal, edhe për kanali më ngjit në gjitha pikat i stikamët cilat kanë qenë në Reçak. Për me ndërtu një plan operative cili shkërku nga policia ushtarake gjësë Zeneli cili ka qenë vizito në Reçak, për me bot tërhekjen e traktorit që ishra dëshmora të furnizuesi ushtarak, e kemi bot në Reçak, aty ka qenë edhe Sadik Mujota. Trupin e pajet të dëshmorit, Ibrahim Shabani, e këshin sjellur disa pjesëtarë. Shokët tonë e këshin sjell në xhamin e Mullapolcit, mirë po ne jemi nisë me shku me tërhek me plung traktorin, i cili ishte ngarkuar me mill. Dhe e kujtoj mirë që jemi ndarë në 2 grupe. Njërën grup kam qenë unë me Sadik Mujotën, me Hafer Regjepin edhe me disa të tjerë, ndërsa njërën grup ka qenë në Sret Salihaj Zeneli, me Skender Ademajn e me disa shokë të tjerë që jemi dalë në 2 grupe për me shku të vendin ngjarjes. Dhe me shumë sukses kemi arrit një hyrje të fshatit Dremjak. Këto unë e kujtoj mirë edhe do ta mbaj një kujtim të përjetshëm në hyrje të fshatit Dremjak, por në moment Baca Sadik është nal dhe na ka sugjeru, po me një farforme edhe na ka urdhëru, na ka thonë që çfarë djem shpëtan. Baci hes përpara, se i kam 2 vjetë edhe kam një prevoj. Ma shumë se jo, ndërso jo minimumi 20 metra nuk guxoni më afru ma afër. Që edhe eventualisht në rafsh kanë prit, baca vjen prit, jo, jeni 3 e keni jetën përpara. Për kundër sistimit tonë, na ma ishmi ma 3, nuk na ka lënë Baca Sadik. Me 15 janar, si që është e njohur për publikun që tash nuk do të bëj rrëfim të krejt ngjarjes, po është ngjarje kulminante, pikëkthese për luftën në Kosovë,
për përkrahjen ndërkombëtare të luftës drejt të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, për me njoftë vujtjet e këtij populli, për me pa dhe me njoftë gjitha masakrat dhe krimet që kanë ndodhur në Kosovë dhe me pranu ndërkombëtarisht se ka një obligim ndërkombëtar për me ndërhy me ndihmu një popull tanë, me ndihmu një luftë drejt të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, nështë ta ishte Reçaku. Dhe ajo mëngjes dihet se çfarë ka qenë dhe ajo ditë çfarë ka sjell gjatë tërë ditës, krimi që ka ndodhur në Reçak, masakrat që ka ndodhur në Reçak, po edhe heroizmi dhe angazhimi dhe përkushtimi që ka qenë i ushtarëve të vendosur në fshat, është dëshmu me vetë faktin se 9 prej tyre kanë ra dëshmorë në ditën e 15 janarit. Po ashtu, sa më kujtohet, 11 ushtarë kanë qenë plagosur dhe rrethonat ka qenë shumë të vështira, ndihmesa për ushtarët brenda fshatit dhe për mbrojtjen e civilëve që kanë qenë atë kohë në fshat, kanë qenë shumë të vështërsuara sepse nga qafa dulës e deri në shtime hermetikisht ka qenë mbyllur dhe s'ka pas mundësi të vijë asnjë përkrahje ushtarake nga diku. E vetmja mënyrë edhe vetmja vijë që ka mund të vijë në përkrahje ka qenë prej Greqecit dhe Budakovës dhe dihet se një sije e udhëhequr nga komandant Guri ka bën një ndihmesë të madhe, një përkrahje të madhe, që të paktën pasojat mos jenë më të rënda, po mundësia me hyrë në fshat për njerëzit, për ushtarët ka qenë shumë e kufizuar se shumë e vështirë, për mos me thonë e pamundur. Dhe gjithë ata që kanë shpëtuar përmes plumbave. Me thënë, qoftë civilët që kanë kalu rrugën deri në Petrov, e pastaj në drejtim Mollopolcit ose Planishtit, qoftë edhe për ushtarët e plagosur që kanë arritë dëpërtojnë në përbërshritë e armëve dhe në goditjen e vazhdueshme të artillerisë të randë, që të mos jetë kështu e panjohur për publikun nga Mollopolci deri në Rancë nuk ka pas pllumb tokë ose nuk është goditur nga bërshritë e armëve të ndryshme. Kanë hangër buk, pletë së frekon, së kërë paskon për qe, dhe shishli u shumë. Ata mendejshin jo dhjudhë, ta shja halalu kë, i sholla zëtë ju rimër, e pështëni. Hani ju boft mirë, hangër, pjete qaj, halalu kë, me qatë bukë, me qatë qaj, ata. Batë Sadik dikun në orët e para të këtij sulmi, ka ndru jetë. Jo vetëm. Ajnë përpjekjet madhe për me ndihmu ushtarëve, për me ndihmu të gjithë njerëzve aty dhe për të zënë pozicionin e tij, është gjetur në momentin aty ku pikërisht është marrë krahun nga forcat serbe dhe në afërsitë të shtëpisë kanë qenë vendosur edhe në momentin e përpjekjeve të tij për me marrë pozicion dhe për me ofru ndihmë për njerëzit e tjerë, me gjastë është goditur nga një plumb, nga një afërsi 20-30 metra. Aty ka pas edhe të vrarë tjerë, edhe njerëz të familjes në cilën kanë qenë vendosur aty, po edhe ushtarë tjerë edhe familjarë tjerë. Dhe situata ma randë dhe ma pikluese, si thuhet, është ajo që vajza e Basit Sadik, Hanum Shaja, vetëm 16 vjeçe, në momentet e fundit të jetës pasi me gjas të ketë zbraz 2 karikatorë fishek në drejtim të forcave serbe, Basit Sadik është goditur në një plumb dhe ka mbetur i shtrirë në tokë. Hanum Shaja është mundu të ndihmoj në ato rrethona dhe në momentin kur është ofruar trupi i tij e ka goditur një breshri armësh nga lart. Edhe mund të them që të nesërmen kam të konfirmuar direkt pa me sy vendin e ramjes në 2 metra katror toke ka ra Basit Sadik me vajzën e vet. Pak më tej edhe shok tjerë luftar, po edhe banor, të
cilët kanë qenë në ato momentet. Të tërhjekur peqesën në brendësit e fshatit Reçak, po të fatin që unë për shkaj tyre të plagohëm Bukuran, Pësha Bandrejca më ka lidhë plagun, ka shkosh këmishën me poshtë, me më ka lidhë plagun, isha gjakderët madhe, me kanë morë mu dhe Pësha Bandrejcën në kanë dërguar në Lozhak një herit, pe aty në kanë dërguar në Lanesht, në komandën, në shtabën e komandant Gurit, ku ishte mjeku i ushtrisë shërbimtare të Kosovës, Vezir Bajrami, duke u morë me pacientat e plagosur. Ata kishin marrë vesh që ishte vra baba, aty po une për motër e disha, ndërsa baba ishte qenë zbashku me motën, po nuk ka mujtë me vrejtë se motra kishte qenë për mi babën, duke i dhënë ndihmë. Re, kujto, ty dhe motra s'kishe. Edhe ja kom hjek sa hatit për gjipit, për zdejpi. Sadikit, Lene Kerit, shpës tash, tash, ka në shovi, ka në vishe kom dritu baktit, si në kra. Që aty kom nejtë, këtë ka njerë të në tepe jemi men, qika jemi. Ku jetë është ku i viko, për në ta unë shkjate, edhe për me, në kra, do vetë. Më lamu, e ta kështë desh më fërtë, desha me bon. Mas në gjitha atyre luftimeve, që kësha pësuon plak të rana, dikon 7 plak, edhe i ngrim nuj, më kanë shtrimu këtu i kum pa kufumat, e pajeta, bacit Sadek, bacit me, dvajzës, cubi ka qenë këtu, me dy duhet ka qenë kështu. Sot tash me boga e retash. A bas tash, ta pisha, ushtarë që mu pas kanë bra. Ushtarë tjerë që janë. Kreta e njërë të ati e mas s'kiqti. Dhe më nga i moment më nga të be që ka njësë më hupë vedia për shak gjakderës të mamat që kom pas. 4 ditë kanë qëndru trupat e pajetë të dëshmorve në Molopolës. Dhe në ditën kur janë marrë kufomat e të masakruarve në Reçak me datën 18 janar në orët e pasditës, natyrisht pas luftimeve që janë zhvillu me datën 17 dhe datën 18. Atëherë është kriju përshtypja se lufta mund tjetë e vazhdueshme edhe në ditën e nesërme dhe rreziku që mos mund i varrosim dëshmorët edhe për një kohë, ka bërë që të organizohen familjarët, të organizohen edhe ushtarët, dhe kanë bërë kërkesën që të varrosen pikërisht në natën e 18 janarit. Të dilën kishte luftimet pa ndërprera, në mbrëmje erdhi vllavo im i ndjer Fadil Mujuta Cubi me Amerikanin e pronën një bashkëluftëtarit tonin Luan Salihun të plagosur. Dhe unë vendosa që të vi në fshatin Mullapol të asha babën, motrën. Komandanti përveç zemërimit shtepërt të thellë për atë që ka ndodhur, mlefit, përveç lodhjes, raskapitjes, pikëllimit e krejt ato, natyrisht nga përgjegjësia dhe komandantit të zonës edhe e kuptueshme kjo punë, e di që nuk e ka pas lehtë, po është ulur në dy gjënjet dhe i ka përshëndetur gjithë dëshmorët që ishin vendosur aty. Ka folë fjalët që tash nuk është momenti t'i them, po është betu që lufta do të vazhdojë edhe jo, jeni temeli i lirisë. Momenti i vështrimit të kufomës Sadikut dëshmorit dhe vajzës tij e cila ishte mbi Sadikun, dhe ka qenë një moment jo i lehtë, po ka qenë edhe moment kur i kam thonë vetes se do të veproj me përgjegjësi të plotë si komandant zone që Sadiku dhe gjithë dëshmorët të cilët ishin rënë në ditën e masakrës së Reçakut do të
do t'ju paguhet kjo, do t'ju paguhet me lirinë e Kosovës, në veçanti do t'jetë një hakmarrje si komandant i zonës në forcat serbe. Ishte kjo një lloj betimi para kufomës së Sadikut. Më kujtohet për bashkëtarëve tonë, këto që më të kohë më ka qenë Janoz Nezira, Fadel Nezira, Gjevdet Nezira, e disa të tjerë, mos ju hinë hak, nuk më kujtohet fort mirë, unë kam qenë në trapë bëreza i plagosur duke më hyrë, Hoxha im Shaipi dhe Ahmet Mujota e kanë shumë me duart veta në varr, së me vllahun Fadilin Cubin dhe disa të tjerë. Ka fillu varrimin në natën e 18 janarit, në orët e mbrëmjes, mas një konsultimi bashkë me komandantin e zonës operative, Zavendës komandantin, Shukri Bujën, Imre Lazin dhe të tjerët, dhe detyrat që ka marrë Ahmet Kaçiku për renditjen e dëshmorëve në vendin ku janë varros. Edhe deri në ora 3:10 natës kemi varros me qiri, në dëshmorë të ushqishtim të Kosovës, të cilët janë në Raçak. Në natë shumë acartë, e 18 janarit, në mbrëmje, derisa varrimi ka përfundu tek të nesërmen në orët e para të mëngjesit. Temperaturë sigurisht minus 15 gradë, njerëz kanë qëndru aty të tanë kohën, derisa ka përfundu varrimi. Për mua është veçantë sepse në atë kohë kam bajt një fjalë mortore me detyrë dhe përgjegjësitë ngarkuar nga komandanti i zonës operative, dhe fjala mortore ka qenë e fundit që ka dhënë vlerësimin dhe ka dhënë gjithë nderimin për ushtarët e vranë për dëshmorët e rënë, mesin e cilëve ishte edhe Baç Sadik. Dhimbje, po edhe krenar që kemi posa si shuk, ka posa si burra dhe ka ditë shkall me kokot baj. Djemët e ti, nipat, farefisi Vllazilloku, kanë arsye të njën krenar, sukur që kemë arsye të njëmi dhe ne krenar që e patëm bashkë luftëtar, për jetë të jetës, sot ekziston Kombë Shqiptar, Sadik Mujotës dhe gjithë dëshmorëve tjerë të ushtrisë shëndetare të Kosovës, ju qoftë lavdi. Këtë që ka mund të them është që të them Baç Sadik flej qetë në ndhaun e Kosovës për të cilën më flijove, sepse ne arritëm qëllimit, e bëm shtetin dhe e bëm ushtrinë për të cilën shumë u sakrifikuan. E drejta e këtij populli për shtet edhe për pavarësi të jetësohej falë gjapit dhe sakrificës madhe njerëzve që sot nuk janë mesin tonë. Nëse dikush kish pyet se ku kishe dasht me pa ramjen ose përfundimin e jetës së Baç Sadik, atëherë unë mund me thonë gjithëve se ai ra dëshmor në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Kohë më të mirë, vend më të mirë për t'i dhënë fund jetës, as nuk ka mund të zgjedhë, as nuk ka mund të ketë në asnjë mënyrë dhe në asnjë rreth.